Kësaj here për këtë temë do të flasin vetë akterët, gjë e cila nuk ka ndodhur tashe 20 vjet në asist, e që besa pra nuk ka ndodhur kur as në mediume tjera, pra sonte ekskluzivisht në asist, jemi me Visar Bunjakun dhe Adhe Goqajn, dy referët që u pensionuan javë më parë pas përfundimit të çerekfinaleve. Visar, Adhe, mirëmbrëma, mirë se erdhët në asist. Që shpenini vetën, për herë të parë në këtë anë të ekranit. Ma interesant më ndryshëm se... Ma interesant, Adhe? Djenë ndryshe prej ku i na konë deri tash. Edhe për neva, agon për më do këtë një farë djenje pak më ndryshe. Kemi pas këgja punë vazhdimisht dhe me të vërtet mas 20 viteve me pas refer në studio është knajsi, mirë se ardhët. Mirë se gjithë. Atër... është kjo mundësi e mirë për shikuesit tonë që të ndëgjojnë edhe opinionet e juaja, si njerëz që nuk e keni as pak të lehtë, sepse keni përgjegjësi të madhe, edhe jeni në fokus të kritikave të opinionit, shumë më shumë kritikave negative, se sa atyre pozitive apo lavdatave, si dëni. Edhe sonte do t'i flasim gjitha këto. Adhe, mas një karriere të gjatë, bashkë me Visaren, keni vendos me u pensionu nga referimi. Pse? Cilat kanë qenë arsyet? Po janë disa arsyet të cilat kanë ndiku domethënë me ardhur deri tek ky vendim, edhe pse këtë vendim e pata marrë para 4 viteve për të njëjtën arsye, është mohimi menoj i drejtës tem për me referu më shumë. Edhe domethënë është pjesa financiare që na me muj nuk paguam. Është tani him nëse zgaboj po, 4 muj domethënë jena pa pagu, pa pagesë. Edhe pse Arben Feta pjesën e parë presidenti i federatës, gjithmonë në shtator na ka njoftuar që deri në 10 orë domethënë pagesat janë të siguruara. Mirë po prej janar-shkurt mars do të ketë vonesa për arsye që ata i dinë me sponsorat e tjerë. Mirë po, kjo domethënë pjesa 4 mujore është pak e gjatë për neve. Ka gjyqtar të cilët nuk punojnë punë tjetër, e kanë primare këta, ndërsa për mua për Visarin disa të tjerë është punë sekondare. Që domethënë nuk luan fort rol kjo pjesa, mirë po ka dhe studenta që domethënë e kanë këtë pagesë, domethënë primare. Domethënë, po e përmbledhi ato që e tha, kryesore është mohimi i të drejtës për me referu ma shumë, kur po thu me referu ma shumë, çfarë aspekti po? Pjesën domethënë në bazë të përvojës që kam, ma shumë ndeshje, ma shumë derbi, ma shumë ndeshje të rëndësishme si domethënë faza e play-offit, finale, gjysmë finale, çerekfinale, gjatë e cila domethënë prej ardhjes së komisarit tash, domethënë janë 10 vjet, unë kam vetëm një finale, që para komisarit, domethënë të Nazmi Paçarada e të tjerë mos t'i përmeni me rend, se ndoshta edhe dikuj mes bërgj, domethënë kam referu gjitha, me gjysmë finale, me kupa, me gjitha. Pse nuk e di, para 4 viteve, domethënë e kam paralajmëru gojarisht jo me mënyrë zyrtare, edhe kom marrë premtim që do të ketë një shtyrje për me referu, pasi që ka pas cilësitë e mia që apo djone, mirë po nuk ndodhi. Okej. Visar, po besojmë që